Përveç formulave që gjenë shumën, pra shumën pa kusht, shumën me një kusht, ose shumën me më shumë se sa një kusht, kemi edhe po themi formulat e gjetjes së mesatarëve, për shembull average. Është e njëjta logjik, shënojmë shenjën e barazimit, average, marrim formulën e Excelit dhe këtu thjesht ne zgjedhim qelizat të cilat duam të gjejmë mesatarën. Për shembull, unë dua të gjej mesatarën e çmimit të shitur për gjatë gjithë muajit. Mjafton të selektoj gjithë qelizat, jap enter dhe këtu më del që çmimi, po themi, i shitur mesatar është 2299.51. Pra kjo është mesatarja pa kusht. Nëse unë do të gjej mesataren me një kusht të caktuar, për shembull, dua të gjej mesataren për gjithë ato raste ku çmimi i shitjes, po themi, është më i madh se sa 3000 lekë. Atëherë është e njëjta logjikë si tek sum if, vetëm se këtu nuk e kemi average, po e kemi average if. Shenjën e barazimit. Tani selektojmë të gjitha ato qeliza ku unë dua të bëj pra të gjej mesataren, supozojmë në këtë rast tek çmimi i shitjes, supozojmë se dua gjithë këtë kolonën këtu. Vendosim presjen, shenjën e thonjzës sipër dhe tani vendos kushtin. Supozojmë dua për gjithë ato raste ku çmimi është më i madh se sa 2400 lekë. Dhe jap enter dhe kjo është vlera mesatare kjo është vlera mesatare e shitjeve, e çmimit të shitjes, kur çmimi i shitjes plotson kushtin që është më i madh se sa 2400 lekë. E njëjta gjë nëse unë dua të gjej mesataren, por më shumë se sa një kusht të caktuar. Është e njëjta gjë si tek sum ifs dhe këtu është average ifs. Logjika është e njëjtë, hapim shenjën e barazimit, gjejmë formulën average ifs në Excel. Tani gjëja e parë që ne bënim ishte çfarë duam të gjejmë, supozojmë unë dua të gjej mesataren për sasinë e shitur në këtë rast për një produkt të caktuar në një qytet të caktuar. Atëherë supozojmë zgjedh këto element. Pra dua të gjej mesataren për sasinë e shitur, kemi nga e3 tek e ose të mbajmë përsëri në të njëjtin rast tek e20. Vendosim presjen. Tani çfarë do të shoh? Dua të shoh për produktin, mesataren për produktin, i zgjedh këto elementu të produktit, vendos presjen. Këtu tani hap thonjzat dhe vendos për çfarë dua të shoh, supozojmë dua të shoh për boj printeri. Mbyllim thonjzat, hapim presjen tjetër për të vendosur kushtin, supozojmë në këtë rast nuk dua të shoh shitje sipas qytetit, por sipas menaxherit. Atëherë zgjedh këtu menaxherin. Vendos presjen, hap thonjzat dhe vendos supozojmë gjithë mesataren për shitjet e menaxherit me emrin Alban. Dhe jap enter dhe shoh që mesatarisht Albani ka shitur 12.6 njësi boj printer, pra mesatarisht gjithmonë, jo totali i saj. Kjo ishte mënyra se si ne llogarisnim pra mesataren e elementëve, për të themi të një rreshte të caktuar, të një kolone të caktuar, varet se kemi vendosur të dhënat, kur e kemi mesataren pa kusht, mesataren me një kusht dhe mesataren me më tepër se sa një kusht.